Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allah në mëllore falendrojmë, me të përrejti dini dhe falë e kërkojmë. Lavdatë dhe lakimi të Allah qofë Muhammedin a.s. i familje të i shofët. Dhe gjitha që i ndjekë në grupën e tyre dhe i di në fund të kësaj bote. Të ndërëllëzër dhe bote dhe dashtojmë sonë të velena Allah mëllore me ajetet vijuese nga surja Al-Qamar. Kemi thënë se kjo surë është surë e Mekës dhe fletë për një mrekulli të jashtëzakonshme që Allahu a shfaqi Kurajshëve të Mekës si të shëmi se Muhamedi a.s. është dërguar i Allahut. Mirë po, nuk është çështja e dalilit me argumente, për shkak se ata kishin argumente shumë më të fuqishme se vetë qarja e anës, zbritja e ajeteve të Kuranit, mirë po refuzuan vazhdimisht dhe Allahu përmendë se e tërë çështja të lidhet me kalkulimet e psharakët e tyre, që në bazë të këtyre kalkulimeve ata e kanë arsyetuar edhe refuzimin e shpalljes. Allahu ka përmend se kjo gjendje e refuzimit nuk është e pafundme dhe afati i tyre për të refuzuar nuk është pas kallëzë. Ka një afat e pasi afati ata pastaj do ta dëshmojnë komplet sjelljen. Do të nxitojnë të lirjes, do të hapojnë drejt ftesës, mirë po do të jetë thirrje për dënim e jo mundësi për besim. Andaj të duruar është e rëndësishme shumë që, sikur se kemi përmend, gjitha këto trajtime që Allahu Azza wa Jalla na i përmend në Kur'an t'i marrim seriozisht. Jo ti trajtojmë jashtë vetëve tona, se kanë të bëjnë me Kurajsh, kanë të bëjnë me popullin e Uhudit e kështu me radhë, por t'i marrim për veten tonë. Secili nga ne ka obligim t'i përgjigjet Allahut te barekuta. T'i përgjigjet thirrjeve të shpalljes. E tash gjithkush e marr vetë e tij se sa i përgjigjet dhe ku i përgjigjet. Prandaj tërjeta është një lloj thirrje e vërtetueshme që nga ne kërkohet t'i përgjigjet. Sikur që Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Istajibu lillahi wa lir-rasuli idha da'an." Përgjigjuni Allahut edhe të dërguarit kur ju thrasin, kur ju thret Allah ose gjatë për çka? Jo hiku që Allahu që jetë me këtë. Andaj e tërë jeta është të lidhur me përgjigje ndaj thirrjeve të Allahut te barekuta. Andaj njerëzit domosdo kanë ju për Allahut të gjë. Domosdo. Mirë po varet, më thonë, koha e përgjigjes dhe motivi i përgjigjes. Dikush i përgjigjet Allahut Azza wa Jalla nga motivi i besimit dhe i dashnisë, ndërsa dikush, më thonë, nga motivi i mungesës së ndonjë alternative tjetër. S'ka çfarë për ju përgjigje. Andaj njëri është ti përgjigj Allahut para se marr koha e një përgjigjeje të domosdoshme, por nuk është në favorin dhe në ndjenjën e njeriu. Pas Allahu përmendi refuzimin e Kurajshëve dhe tregoi Allahu Azza wa Jalla se çka i pret refuzuesit dhe përgatituesit, tash Kurajshëve, po dhe gjithë të tjerë pas Kurajshëve, Allahu subhanahu wa ta'ala shërbën nga popujt e mëhershëm se si është përfundimi i tyre. Nuk është e pazakonshme që në Kur'an të flitet për popujt e mëhershëm. Dhe kjo nuk është për shkak të historisë, as nuk është rrëfim ngjarjesh, por është prezantim i ligjit të Allahut me njerëzit. Do të çka ndodh me ata që pranojnë, ja kështu ndodh. E çka ndodh me ata që refuzojnë, ja kjo ndodh me ta. Andaj ligji i Allahut xhallahu ala kosmologjik, ligji i Allahut xhallahu ala që Allahu e ka zbritur në jetën e njerëzve në natyrë e që funksion brenda njerëzve është i pandryshueshëm. Nuk ndryshon. Është i njëjtë nga koha e Ademit alayhisalam, Nuhit alayhisalam deri në ditën e gjykimit. Mirë po, format e manifestimit mund të ndryshojnë, patjetër. Allahu përzit mënyrën se si e bën këtë ligj funksional. Mirë po, ligji është gjithmonë aktiv. Dhe Allahu të tregon tash Kurajshëve dhe tjerë pas tyre se çka ndodhi me ata që përgënjeshtuan. Të dërgozëm nuk duhet me marrë vetëm fundin. Për shembull, si e shkatërroi Allahu popullin e Nuhit alayhis salam, e shkatërroi me ujë kështu më radh.
mirë të mori fund. E qëka është? Do të shikuar mentalitetin e përgënjështrues të. Si kanë mendu ata? Të mënë ka se mendimi rranisht përcakton veprimin dhe reagimin. Mënyra e të menduarit rranisht është përcaktuese për veprimin. Prandaj edhe niveli i parë i ndryshimit tek njeriu është mënyra e menduarit të tij. Pastaj mendimi i tij dhe kuptimet e tij kanë me ndryshuar edhe sjelljen, reagimin edhe veprat e tij. Për këtë arsye, një nga komentet dietarëve për zbritjen e shpalljes, fillimin e sonikojetë është se leximi komunikon me mendjen, jo me trupin. Të suni thosh dorës leco, asu thosh gojës leco, po i thosh mendjes leco. Dhe Allah që nga maspani ka komunikuar me mendjen e njerëzve që tua ndryshon konceptin për jetën, tua ndryshon konceptin për vetveten, për rrethin, për Allahun Azza wa Jall. E pastaj ky ndryshim do të cilë ndryshimet e në veprimet e tyre dhe reagimet e kështu me radhë. Andaj Allahu Xhallahu përmend shkatërimin e popujve të mëhershëm, respektivisht 5 popujve të 5 dërguarve të Allahu Xhallahu, përmend Allahu në surën Al-Qamar dhe në çdo sjarit, edhe pse është shumë i shkurtër, pse ka detaje tjera plotësuese të rëndësishme për ta humbur sytë të tjera, mirë po në çdo rrëfim që Allah për Al-Qamar ne mund të marrim një lloj mentaliteti të tyre që realisht ka qenë pengesë për të kaluar shpallë Allahut Azza wa Jall. Dhe ka të në qëto sura e këti gjuzit, ndërlozër mirë dhe ekskluzivisht me këtë qështje. Kemi thënë të surën e Dhariyat, për shkak. E tërë surja e sjell refuzimin të cila mirë me duaret. Rrezikut, frika nga rreziku, dëshira për furnizim, dëshira për aspekt material, realisht nga vënë është refuzuar. Andaj edhe të ajetë ku Allah i ka ftu njerëzit që t'i përgjigjen Allahut në jetësimin e qëllimit të krijimit ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjenët e asë njerëzit për tjetër pashët madhërim, me arinë në një rrisë. Nuk kërkoj ka ata që të furnizojnë. Ase pengesa kryesore, po një nga pengesat kryesore të adhurimit të Allahu Xhallahu është kalkulimi materialist. Sa hupjen nga hyrjet e vija, sa hupi nga fitimi, sa hupjen nga pasuria, nga fama, dhe se i bjete më Allahu te barekutaala. Pastaj me pasurën dur, sura dur Allah ka përmend se qasja jo serioze ka si shpalljes, fi khamtin yal'abun, kanë qenë në tallje të vazhdueshme, kanë lujt, ka qenë arsye refuzimi. Do qasja jo serioze, nuk kanë marrë seriozisht shmanën që Allah ka dërguar. Pas e ke pasur në rrëgjët, do me thonë, kontestimi i burimit të asaj që dhe pejgamberi Allah tha: "Wa ma yantiqu anil hawa", s'është fjallë e tij, është fjallë e Allahut Xhalla Xhelaluhu. Andaj, çdo sure ka përmend një problem nga problemet që realisht është pengesë për që përgjigj që t'i dhe sa Allahu te barekutaala. Edhe në surën Qamar, Allahu Xhallahu ala përmend shkatërimin e popujve. Të nguallat e shkatërimit Allahu Xhallahu përmend edhe një lloj mentaliteti që ka qenë pengesë, ka qenë, do të thonë, barierë për të pranuar shmallën Allahu Xhallahu ala. Në vend që mendja jetë lehtësim, fatkeqësisht ka qenë vështirësim i tyre. Allahu Xhallahu ka kërkuar mendjen që diu t'ja lehtëson kuptimin e shpalljes. Mirë, po kur mendja ngarkohet me epshin dhe menaxhohet nga epshi, atëra mendja nuk ka kapacitete të mjaftueshme për ta kuptuar shpalljen dhe e vërtetson kuptimin e shpalljes, e vërtetson marimin e shpalljes. Dhe këtë problem Allah në vërtetësi e përmend shumë sura, por në surën Al-Qamar. Ana çka Allah thonë në dhjem, "Kadzabat qablahum qawmu Nuh, fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wastujir." Para Qurayshve, kadzabat qablahum, para Qurayshve, këta përgjeshtuar qanë të anis. Këta nuk pranuan si të vërtetë as tyre të kur e Allah. Kështu përgënjeshtruan. Shikoni këtë fjala përgënjeshtrim, refuzim me akuzë për gënjeshtër. Refuzuan duke akuzuar se po gënjen. Është përcjell që tërë surës e Qamar. Ade Allah tha: "Kadzabat qablahum qawmu Nuh." Para tyre ka muar kështu njëjtë, refuzuan gushu populli i Nuhit. Fakadzabu 'abdana,
përgënjeshtuan robin tonë. Shkoni këtë të thëzër për Allah dhëtë robin tonë. Dhe me thonë, Allahu Gjallewala nuk leja që njerë të arsëtohen nesër se kanë pas probleme personale me pejgamberin. Andaj refuzimi i pejgamberit është refuzimi i Allahu Gjallewala. Pejgamberi është mundtues, ndërsa problemin e keni me Zotin Gjallewala. Në shpesh Allahu Gjallewala të njerë në mua ngulit këtë kokë, se refuzimi i mësimit të caktuar nuk bën të realizohet. Për shkak se, për shembull, kur pejgamberi ka thënë, "An ju bëjata Allahu posë tim", çka për lidhje treordë aty? Çka për lidhje për shembull statusi social, çka për lidhje? Ka lidhje çka po thotë dhe në bush po flet. Ai mund të ndalën të Allahut. Prandaj të ndrohet nëse këtu fillon më shpërfaq mentaliteti refuzuesve. Personalizimi i çështjeve personale ka. Sikurse kemi pas rast të shumë pejgamber. Thashtë dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Madje e kanë personalizuar çështën e vetë pasuesve. Ka unë qështë me në pasu të kur mas të i rinë shfukarat. Personale kanë marrë. Na dhe fukarat nuk jem një nivel. Nuk ka të bëjme të lëpjetër, por ka të bëjme statusin personal që e ka në shëshëri. Allah ju thonë, qështja nuk është personale. Qështja është te dhe Zotë. E sajt e ka, ku Allah u qëllë në përmerë për një talesë dhe vëbë, qështja këtë e ka Allah. Për shamë, kër Allah e ka ndënu ka Allah, dhe që ka thonë? Fëdhënu bi harbin min Allah. Dine sa ata që nuk jekin dorë nga kamata, janë fut në luft me Muhammedin, jo me Allahu që të qenë. Keni problem me Zotin që në qenë. Andaj qëtë refusus, qëtë këndërshtus të me kuptu se ka problem me Zotin. Ai Pakistanit kam bërë që shë nuk qanë mëse problem. Se momeni kur ka shpërën se ka problem me Muhammedin e nësar, ka problem me Mubekrin, ka problem me djetarët e kështë më radhë, gjithmonë relaksohë situata, me njëri jamë. Jo, me Allah ki problem. Me Allah ki problem. Ata janë dhe qështë e djetarëve. Kur njerë protestojnë për shumë mendimet e djetarëve, refuzojnë qështë përzërimet e djetarëve, apo nërë në nësë se janë njerës, nuk janë njerës në nëmë të ata. Ata nuk po flasin nga perspektiva e të qenë njeri. Ata po flasin nga vërimet e shpaljes. Pa e refuzimi i qëllimet e djetarëve, pa arsye të fund problem me Allahun, jo me djetarë. Për shumë të vëzëm. Një që e refuzoni pëndir shiratik. Për shumë, qështë që caktuar, bërë e abdes, në namaz, që ka në qëfë njët të refuzoni? Ditë në qëkimit, a ka mos me mos me në Buhanifën, Imam Shafiur, tjertë më të ka mos me të vëllëm, a me Allah në tjerë në ka mos me. Me Allah në tjerë vërë. Ma në jasë me pejgamberis në mos me në. Shka me dalë pejgamberis në thonë janë, a zëtë janë, unë i kohë më kështu këtë ka kështu. Ska kështu të më thënë. Direkt me Allah në shumë. Pra i qështë serioze, mentalitetin personasimit të qështjera, për të relaksu refuzimin dhe lesu refuzimin, është mentaliti përgënjështuze që kam ju kushtu. Andaj në nuk duhet në përrecu këtë mentalitet. Në të kundër të përshaku, se ti si besimtar, thërët në dikar, janë argumentin, janë sërën qështjet, ka mundësi e të fyri, të refuzat dhe shka, ose me personale, shtë një ekrim në personale, dhe pasaj e harëm të vërdirin të që këmi tash me prezentu, këthejt në qështë personale, e duke ka një personale, e hu bërshtin në Allah të pare këtare. Ti je thjesht një kumtuesi, një përcjens të i shpaljes, me atë që din ke mësu dhe ki në përshitin për te. Qëta problem në këtë rrugë, le Allah të pare këtare që Allah është problem për që të në karakjes dhe pënkjes është qëtësit. Dërso, mosë dhe jo që të personalizohet. Por njësë në kuptuar se po i thretë të kalua ku të varë më tala dhe refusimi është komplikimi si danës dhe Zotin. Ata i tharuvit me qinun, i thërë i qmenë. Dhe me thonë, të ndërëzëm, mentalitet i përgjëgjësu shë është, dhe me thonë, glorifikimi i mendis e tyre. Na di, mirë, hajde në shumë, po, të shumë që ka pëllet mendja e kurit, kushtimisht me shpaldje, e që ka pëllet mendja e juaj, hajtë në shumë, bro. Mendja dhe thonë të ndërt idhuj, që ka vidus në varat e tyre. A e thot mendja këtë? Jo se thot? E shpesh e njërë për mund të kompleksu, por logika e thonë, logika se thonë dhe kështë marat, dhe fanë këtësisht ka njerës që
të kompleksuar në emën të logjikës, apo kanë shtrënguar argumentin për t'ia përshtat logjikës. Logjika shokur i shërbën shpalljes. Dhe gjithmonë ajo që është në shpallje është e logjikshme. S'ka mundësi me qenë ndryshe. Nuk bjen dash me logjikën. Po këta me me kompleksu, Nuhin alayhis salam, për thonë që ajo që ka thënë ti s'është me logjikën. Madje është shpërndri. Na jemi të mençurit, na jemi intelektuale. Andaj ti do të bëni një jo natyrë. Воздушje. Kjo fjala воздушje që është përmendur më Allah dha kanë me gjinunën воздушje. I ka dy kuptime. Ose është fjallë e popullit Nuhit, ose është fjallë Allahut te barekuteala si koment i thënë se tyre që ka thonë me gjinunën. Se воздушje e keni se ka dhënë në takimin e kaluar. Po se është lloj domon largimi, pengese. Nëse dalimi të fjallën e tyre me qënun, atër një që me ndër, Allah pasaj tha, воздушje. Edhe nëse i që me ndër, e kam për i nësë është i që me ndër. Dhe në rëndër, do njerëzit do të marrin nga i që me ndër. Ata i të një që me ndër, nërse të rektoj me nivelin më të aspekt intelektual. Se e ti, se mësimet e ti janë të kafshme. Nëse është i parë logjik shumë, është i që me ndër, do të ketë kundërthënie. Do të ketë naivitet, do të ketë për shembull të fjalët që nuk jeton deri më ançë. A ka rrezik nga çfarë bëre? Nuk ka rrezik. E po mirë po, pse apo воздушje? Pse keni refuzuar? Pse keni pengu pra? Pse keni pengu? Por ka qenë fjalë goje për më ofendu, për më bëu pejgesa. Po jo që kanë besuar se kemi thonë. Çdo akus e ka bëu pejgamberëve, akuskosit nuk kanë besuar. E kam përë si mos projecere kundër argumenteve të pejgamberit që ka ardhë në mes të tyre. Ose воздушje, me gjinunën воздушje, fjallë e popit të Nuhit ka thonë i qmendër, edhe veç po shkon të u qmendë ma shumë. Në spënalët, qmenduria të tja. Në qëta argument që ka si Nuhi alayhis salam, të mund vërë se ata me refusu me aspektës në intelektual, me akademin e tyre, ata kanë marrdu në thëllimin në akuzit së është i qmendë në ato. Ne është e pakashme, e pa logjikshme. Kjo akuzja dhe nga Nuhi alayhis salam. Dhe, kur ka fillu situatët e komplikuar, të thellohet edhe ma tepër, dhe bënë shbifja, uza, ndarja, e tyre, Nuhi si me ka thonë një dua, edhe një këthim ka Allahu që dhe ore që është shumë i shkuputër, por shumë dhe më thëmës. Matje, shumë nga tjetare kanë konsideru si duaja më përmbledhëse dhe më e fuqishme në këtë kohë. Çka tha që duaja e robit në situatat tilla të vështira, si dua më e fuqishme është i këtë në suratul Mustaqim, s'po flas në kuptim të përgjithshëm, po në kuptim të një robi që mund të jetë në siklet vështirësi e t'i drejtohet zotit vetë për në tim. Çka thonë mësën? Pas që i mund gjitha baset uka, që kur se ka osë mënu, unë i kom zirë hapët, i kom zirë edhe ditën, edhe natën, edhe në grupe, edhe në darës, edhe i divit. Po, s'ka planim. Në vëzim të një ka qenë marë, gjithmonë me talje edhe me në nëshmim dhe përpusje. E masë që ka marë se pepet, edhe jo shtere mundësit, 950 vjetë për nëzër, tha, fëdë a rëmëpëhu, enni maglubun, të nësë. Nuhi së tha, e fini dhe zotin e ti. Të nëzër, parëgëtën një që është fy, është refuzu, është nënqmu e përpus 950 vjetë. Pejgamberi Allah, kur gjë më rejtë s'ka lini, ka dasht ata me shpëtu, ka dasht jetën jo përgërsu, ka dasht me i pajtu me zvete, ka dasht me eshtri besimin në mes të tyne, ka dasht me e luftu patrejtësi, ka dasht me e luftu dhunën. Dërsa ata e kanë refusim për buzës në qmuas me lëllë shmifje. Parë më nëri këtë njëri sa 5.000 është vjetë me erët. Sa të përthonë të ndoshta 1.000 është vjetë me erët. Edhe kësë është këtë tjerë. është pejgamberi Allah të barë të bomba i, të mund kjo është bomba i dy këti njëzime të. Kjo është bomba i dytë,
Baba i Muhamedit Ademi alayhis salam, mirë po shërbitëse e pasat e të Ademit janë shkatru në këtë spru. Ka bërë kush, Nuhi dhe djemë të Nuhi, nga ajma asta e shumë makë mesisht njerëzimja. Njëri malë nga pejgambert lazëm e të përësirit të Allah të marën të Allah. Fëllë dhe arba, e thiri zotë të një këtë jetër. Qëka të resa? Enni më gëllubun fantasim. Doja më e shurët, mirë po në vëditje më e fëqishme. Nuk ka pas doa njësë njëzimit që ka pas në të kim dhe njerëzi si kurse doja e më të resa. Dhe po e thëmë thanë nga sa enni më gëllub. O zëtë unë, qëka më gëllub? Më gëllub është më kanë mujtë. Më kanë mujtë. Qëto mjetë që këm pas une me e përdojnë që realisht ata më ubinë më kanë refusu. Do më kanë mujtë me krejtë. Me këtë që kam më pas më kanë mujtë. Tash, qëka me? Fantasir. Tash o zotë, tash në ti ta mita. Ty s'punë me të pëjtë. Unë mujtë. Ne me njënë nga mujtë. Ty mujtë me të shtypë, me të pengu. Ama Allah në mujtë me në pengu. Fantasir. Tha o zotë, ti tash më hakë. Ti o zotë tash, tasir, bane që të triumfon në besimi, të ngritet e njëtë, të respektot shpallë e jote, tash ti o zotë për e këtë, fantasir. Kjo doa që bëri mu e shatë të vëzër, ashtu shumë e shmurë, po shumë dhe më thasë. Dhe këtu kemi edukatën e lutjes, dhe shumë s'kem bërë lutje. Shikar, nuk e njësam, me gjithë këtë kështimisht, këdhme, se nuk është i gësu me i disponutit se to, këtë e tha nga mëdhefi, këtë e tha nga jëndime që nga shë avdu. Dhe kur e tha këtë, të ndërrodhë dhe zëmë, shikar, është një fjallë e tha, fantasë, ose ti një moje finë tonë, nuk i tha për shumë një moje kështu, po kështu, si ka zë Allah që shme vatë. Nuk i ka zë Allah që shme vatë. I tha o zëtë që ta mëne. Për unë s'voj me më, i ke dërgu në tokë që me triumfu bestekin bjellin të ri. I ke dërgu në mes të njëzve që me triumfu e drejtar në padrejtësi. I ke dërgu në mes të njëzve që me dominu të njerëzit të shëmbria dhe pajtimi. Ma kanë mujtë, po dominant militaria, po dominant e kjerqa, mëkati, shtypja, padrejtësia, kjo më dominant. Fantasë, ta shtini më e besimit të Allah. Ti ndihmoj shpallën tonë. Asë të pazoj qysh, asë qka asë tu. Fantasë. Shka në nësi të mos jam një Allah të propozime që të të mua. Mos jam Allah o gjëmë dhe uajnë atë të me thonë udhëzime që të të mua. Kërko qka për dërë, leja ti me përsi rrugët. Leja ti me përsi metodë nga asë, a e din nga së tim që me përsirë. Si ka zonë asë, unë në cëma që këtë të bëjnë e filonit vjetë e kyek, s'ka një përletare. Detajzimi i të asë, ka mundësi të dërgozën e në të pësa hidin me Allah të varë këta. Pa fjesështë. Në më thonë, kur njeri dënë që me po thëmë pushtinisht, dënë me po të Allah të jetë, me dhira Allah të varë këta, që ka ku mësë me ba? Që duke përmenë sebepe, zemra ati mullit me sebepe, ma tepër se mullit zemra ati me Allah të varë këta. A dhe posë përmenë sebepe, leje zemra që të komunikon veç me Allah në gjithë dëvara. Lidhen me Zotin të marrë këtë hatë. Po në që veç aj me dëgju thiljen të ndër, ndërsa mënyrën e trajtimit, leje Allah të marrë këtë hatë. Andaj Allah të marrë këtë hatë e mori këtë hatë. Nuk ka që të vëzot këtë kutje, nuk ka që të këtë këtë kutje. E të nga një zemër të nërmozër e mbushën besim, por e mbushën të këtim për refleksimin që e parë. Atër Allah që e nërmozë që ka thëtë. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله tha من njëherë erdhi përgjigja. ففتحنا من njëherë edhe erdhi përgjigja që se kështë prit nuk e lisa. Ka prit, të shka tjenë. Mi po, kësi reagimi të fuqeshëm, si shkatrimi ka që masiv, ka që i problem të ikush me paramenua, qëfëse. Allah tha, e fetahna, thëtë Allah, e fetahna e buabë sëmaj bimaj në nëmërë. I hapëm
portat e qiellit, e që ra ujë i rrëmpyeshëm. Që ka Allah më tha, ra shi, jo shi, ka ujë, e shi është ujë me pika, tu s'ka ra me pika, tu ka ra derdhje e ujët, dhe jo me që ka një portë, dhe fetahna Muhammed sema, Allah në mësa porta i ka qielli, Allahu alem sa dyrt i ka qielli, i ka qenë Allah për të levale dyrt që mi ta ka shëmut. Këto dyrt e qiellit që Allahu të barë vëtala i ka bërë të më thonë që robë të Allah të furnizohen e tjetojnë mirë, fatkeqësisht ata i shëpruan në burim të shkatrimit të tjene. Dhe vetëm kaqë. Po Allah tha, wa fajjarna al-arda uyuna. Shkoni këtë formulim më rëndësi, që të ribat të të vëllë dhëzët për mos të mbëllat të shkatrimit. Qëka ka ndu të radisht? Qëka ka ndu të radisht në këtë situatë? Allah tha, dhe tokën e bë burim. Jo i shtorësirë burimet e tokës. Që ka mos më pas si bunar, më pas një burim, një shko. Ata një grit, jo. Toka këtë në burim. Nga gjitha pjesë të tokës të të ujë. Dhe ka portat e qilën të ujë. Feltakan ma, u bashku ujë i qilën ujën e tokës. La ilaha illallah. Shkoj që fakë fëllësia. Shkoj që fakë përmasa e shafërimit. Feltakan ma, ala emri, ka të kudir, edhe ujë bashkua. U për një tërsik, u për një vërshime madhe. Pikrisht, si kur e kishe të safruar Allahu Gjallewale, ala emrin ka të kudir. Ku është ujë, a.s. Gjithë kjo ujë, gjithë kjo vërshet, dhe dhe zërë, ku shka më si me mjetu? Me qëka një të altim për para? A ka anije që ljundran këtë vërshet? A ka një qëka që ka më nësi të dhe zërë, lirëshën, të dalë të vëqeshme, për plasa, shkatrusa, me liru lirëshën, a ka? Problem. Shikaj si ka përshku Allahu Gjallewala, subhanë dhe anije në ujtë a.s. Shikaj, shumë interesant. Kështu për shkaf për këta ishin tu. Ku i kështë në ujtë a.s. Në anijen që Allahu të barë të i tha, osna i fulke, pi ajunina o vahjina. Të ndërtojen këtë anije, apo me mbikëshyrin tonë, me shikimin Allah të azogjen dhe me shpalljen tonë. Dhe me thonë, e ka mësu Allah që është më ndërtu anijen e të. E ka mësu Allah që më ndërtu anijen. Bidhe, dhe dhe zërë, qëka ishte kja anijen? Sa ishte e fuqeshma? Shikoni që ishte e përshmur Allah këtë anijen. U hamelna, dhe ne e bartëm nuaj. Dhe ta që ishte një në qëka këna bërë? Anë dhe të jetë në wahin më të su. E kemi partë të vetë i luah në një mjend që kështë të rasa. E luah të rasa, o në të sur, edhe dhe i kur është ashtë. Shtë të thamë që kurat të kohës to, po të që kanë që t'lidhë të rasë më zmetë. Kaqë, disarën që kjo, shumë si të sur. O hammelahu ala dhati e luah o të sur, ne e bartëm, që shë bartëm, nuk o kemë pronës që të bartëm një atijen dhe të me dorë një njëri. Sa ka mund me qenë aja e sofistikuar, sa ka mund me qenë aja e fuqishme, dhe përdushme, heq, absolutisht. Me përduja bërja që i thë Allah o zgjë, tja të lezër të për të. Apo, Allah o gjellë i thënë bërimës, shkune tungën e palmës, apo, a ishte e mundshme me shkune ja? E nuk ishte e mundshme. E po kje ishte e mundshme për të. Ndë Allah tha, ti levese, pjesë në këtë pas të e për t'i kushtetra. Shkajte vë dhezër, i krasëm, se Allah pasaj thot, ten që një për ajunina, që zaj, limen kane mufi, dhe ajo kërtoj, me lundru, për ajunina, në kujdesin tonë dhe në mjëqyën tonë, po, kër Allah e mjëqyën, kër Allah kujdesin, edhe një anije me të në rase, në guashda, apo të lijen me, i bjetën një vërshimi të përmasëve, dinës kiametit, të përmasëve, po e të shkafimin masiv, i mbjetën atë. Këndaj, ti mërën që ka figurën tonë, bënë atë që ti të ka, bënë atë që munësh, pasaj i fejta avërë. Lutë Allah unë gjendara, më bështet në te, dhe vërdo të tja. Të ndërlozën,
Duaja e Nuhit alayhi salam, inni maqru'un fantasim. Dhe anija e Nuhit alayhi salam, çto dyja, duaja e shkurt, një masa, edhe anija e tij, po them kushtime shumë klasike, shumë modeste, shumë e dobët. Çka bëri? Duaja e ndroi komplet, si përfaqe e tokës, komplet. Në aspektin demografik, geografik, historik, kënë ndroi, s'ka njerëz mo. Ku që shpëtimi? Në anijen e tërtuar mënyrë primitive, e mënyrë primitive. Rajtë të rëzën, Allah ka përmendur se, dhe me thonë, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Këtë anijet e Nuhit e kemi lënë, shembull, argument e kemi lënë, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A ka kush që merr mësim? Që që nga Allah që në këtë anije mësim? Djetra ka përë njëso mëtim. E ka rënë Allah që në mësim për njerëzën, thuhet se një kohë të gjatë, ka qenë anija një nësën në vendin ku është stacionu. E kanë po njerëzën, e kanë kujtu gjithë më është ka primin nësit. Po kjo është kuptimi ma një ngushti më të shumë, që në të lidhet me anije në Nuhin. Disa djetarë kanë thënë se faktë që Allah kanë anije shembull, ka dhe me që. Se kjo anije të rëzër ka qenë disa kanë anije partë si përfaqet brugës. Para këso njerës që që kanë anijet. Ose në të jenë shumë e rrë. Pas të jenë shumë më anijet. Së është dhe shë anije që në rëmbi si përfaqet e detit. Kujtoj e trazimin e ditë që është trazu. Kujtoj e trazimin e tokës e qiellit që ka bosh katërë. Kush e mon tokën të qiellit, kush e mon ditën të qiellit, që të lëndrujmë me, të uthtojmë me, që të turojmë me, lirëshëm, kush i mon këto? Allah më që të morë. Një urë në Allah gjithë të i të nësëra. Dhe Allah thotë, e që përra një që të përimësim, a e në trejtë atë, Allah thotë, është simbolike anijes. Kush shpëtoj në atë anije? E që kush ka përse Allah. Përndaj, edhe besimin nga Allah që në leonë të ndërëzëm, është anija shpëtimit. Anija shpëtimit. Kom të këso njerësve, anija e besimit që duket primitive. Këtë të kohës ka të duket, sikur që nga duket të një primitive anija e, nuk të anisë. Mund të duket aspekt në jashtëm, nga halucinacionet e tyre, iluzionet e tyre, mund të duket primitive, e kohës kaluar, së është për këtë kohë, së është për këtë vend, nuk është për puthe me logike, me shkesë, mund të duket. E po kjo është veç pretendim. Ndërsat, nëse e shqipëm në funksionim, gjithë mund njerëz nga një, këtë anije kanë shpëtu. Kanë shpëtu nga gjitha problemet, e nga gjitha, të më thonë, në nëqmimet e përpuse këse të një, që një i fund edhe sot. Nga adurimi i vetës, e i materjes, e i paras, e i famës, e në nëqmimi i përpuse e psharaka kështë më radhë, ku është të thime? Tek besim e tjatë, tek besim në marë që. Ati Allah që ndohë që ka tha, osma in fulke bi ajunina o wahyina. Ti ndërtoj këtë anije me mbëshqyrën tonë dhe shpallën tonë, që në kupton të vëllët, se atë anije, kuptim, më të gjerë, atë njëri, atë familje, atë shëfi që e ndërton shpallja, që e ndërton besimi, nuk ka vërshim të një shpallë mësime shkatë. Absolutisht, ata ka mësime e lëndruën qëtë sinat, qëtë sri, gjëtë nashë, ka si janë dhibë në anije shumë të sigur. Anije e besimit në Allah, anije e adhurimit në Allah të e barëgotanë. Në Allah tha, ndërtaj me shpallje, e nëse me shpallje është në ndërdo, ka më si të ndodhë, s'ka më si të ndodhë. Andë në gjithë argumentet që dani nga shpallje janë të përësushme, e pa mund shpër. Qëta argument që Allah u gjenë kërë e ka sirë për të vërtetu një kuptim të saktuar, një bindje që duhet ta me pas, nuk ka as njerë, në deti gjykimit, mundësi me rësuni kështë. Në rëzën neve nga dorësia, kuptimit dhe përdimit të argumentit, në rëzën neve për shkak të kompleksit, fankesisht të vlerësën, ka shkëmpanës tjetër, po na jemi problemi. Po në aspekt një agijes, që Allah e ka sprit, s'ka kush për tutën, si kurse ne dhe sot, kush ka pas për si me rëzun. Të të vëzër, historikisht, deri sot,
Nuk ka pejgamber, nuk ka një mift këtë tokës që është shpif ma shumë për te. Kanë tentu mirë ndërë me gjithë mangësi se Muhammed e Sam, por nuk ka një që jetë mas shumë dhe gjasit ato. Erni ma i përhapur nga dhe për të pregimit Muhammed. Nuk është kohë smeti për qështu. Apo? Ata që ka punë në këndërsoj që ka dhonë, s'kena dhonë pare për qështu, s'kena investu për qështu, s'kena shmesu për qështu. Prandaj, i themi, prej Allahut është, në kompinire, me neve me posi personale, isha përpunti me ramën me kejtë. Dhe se keni me neve personale, ne keni me Zotin që dhe i ka nërë të moshtë. E të nëzë kjo është shtrija Allah të azogjen, është panë Allah të marë e kutana, nuk në poshtën, nuk në poshtën. Qysh ka thonë edhe, Utbek, për Rabia, njëke, nga elitarë dhe Mekës, kërë ka një ka thonë, ka kjo fjallë, jahëllë, kjo fjallë është të mësirë, lajë në alej, s'ka fjallë që ka mundësi me përmita, s'ki që e gjithë në di, kjo është kapagu i fjallëve, kjo është kapagu i bindjeve, kapagu i kuptimeve, s'ka mi të kurqë. Andaj të dhëllë, Allah është e ka vëllur, që kam bërshtë Allah në qëta që na më dhejbë. E pëse dhe jetën tonë me posë që ka për kifet Allah, për mi dispozi, për mi rrejnus, për mi përqiqe. Apo Allah ka mësut dhe adherja që qëtë për mi, për shkaksi, për shpatët. Nuk është e ishme, kimi Allah. Sa edhe ishë mangët mësimit Allah të varë këta. Dhe Allah për këtë përmenu nësë, mentalitin njësëve, se mund të dominujnë shpallje, dhe mund t'ja dalin pastaj, është mentalitet i punër që janë shkapën. Dhe këtë shkapën vazhdan, jo me ujë, në kuptim simbolik, se përse nga lëllë me ujë në ujës, po me ujë tjetër, Dhe në shikoni, sa popujve, sa vendeve, sa familjive, ju ka ujë i shkatërimit, i përqarjes, punëtarjes, i mëzdurimit, i urejtës e kështë më ratë. Këtaj, Allahu gjithë do të tërgërë ujë forma ndryshme, ama kur dhe që e merë ujë e shpalljes, apo, po dëshë që kam ku prej nga ujë i shkatërimit, i të një para hejtët. Dhe kjo është e që morë nga ujë a dhejsa. Andë Allah tha, fe kejfe kana adhambin dhe nëndër. Në të 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 popët të pejgamberi, e ke tjera, atër si është në prapë, dënimim dhe përgjështimi nëdhër. Nëdhër, qka është nëdhër? Nëdhër është shumë si në dhirë i pejgamberve. Nuk janë ishtë, është pejgamberi parë. Po Allah tha, përgjështuan pejgamberët, nga se mentaliteti përgjështrimit, që ishte dominant të një popë në lujt, apo i pranë që një hitë një rësun kejtë pejgamberë. Ata s'kanë pas për e menuajnë. Po, s'kanë të rëta në menuajnë. Në thonë, se kina plemë në pas pejgamberë. Në pas pejgamberë. Ama ti shumë dhe që pikos shumë të qysh. Ti shumë të qysh s'po të në forë. Se kanë të menuajnë. Dhe shkoma jo, zanë këtë mentalitet. Se kanë të njështë të thënë, o na, se kam me hullë. Sa i mund të dikush për shumë në formërimi nga hu, mund të dikush të zajtë, të s'pe i shturë. Mirë po të në që është problem, po thëmë daj që e ka këtë rashë, ka tjerë. E pëse gjithë në kabu për të që për tasin, të që nështë ta nëzituet formulimet të para, ti me dorë të tetër, i hjek këto në karklisa dhe e gjenë gaqë. Po ti se ki për e me këtë, po ti po do me rëzu komplet autoritetin e ungjës përmes disa gabimeve dhe qimeve të që i kanë dikush. Që kënë mentalisht problem? Mentaliti i rënimit përmes të tre eksemplare të saktuar. E Allah më tha, ata kanë më hu edhe pejgamberi të tjerë. Populli i Nuhit ka me dhënë llogaria për mohimin e Muhamedit sa, jo është për mua nëse. Për shkak të mentalitit të refusimit që ka pas të ndërtuar në kokën dhe mendjen e tyre. Andaj Allah më tha, fe kejfe kana adhabi wa nudur. Si ka qenë? Tmerr ka qenë. Ka qenë shkatërim total. Mirë, shkone pasaj Allah të rëmën me një ajet që e pasim të sahara qatë suhës. Wa në këtë jesër në Kur'anin e dhikër, fahemni mund të kërë. Allah o thotë mu, nërsa ne ju betohemi, që në lekat bjene me kuptimin e betile. Nërsa ne ju betohemi
se Kur'an e kemi lehtësuar për kuptim, për mendje, lexim, zbatim, e këtë e kemi lehtësu. Faham mund të ketë, a ka kush përfiton? Atëre, a ka kush që përfiton për kësaj? Dhe lëzëm, pas shkatërimit, pse në që leja që të atë? Që ka Allah tha, shkatërum, të mund. Pse edhe e ti i parë të? Allah ju tha, mes opcionit të shkatërimit, e refuzimit, e keni me një batë shumë më të kapshë. Pse duhet mi u e të u me shkatërim? Pse? Duke qenë Kur'ani i hapur, hap një mendje, hap një zemër, qasë që një Kur'anit, leti kuptu një gjëra, leti përgjit Allah të nëra këtë dhe gjithë shka shkëm bregu, pse për nga komplikon një situatë ngërë të tjeshtë, shumë e tjeshtë. Allah është kryuesi të rusën negative, na e nga këtë Allah, Allah me nga kryuat me qime më caktuar dhe në fund kërë me dhe nga i, për tërkët ja unë zhjit edhe institutje. Pse për komplikon me vojë një që i të neba, një që në kuzinë, në asyrin, pse për komplikon? E thjeshtë është. A më të njerë sot një që letojnë me të shtirë. Pse, Allah, dhe pse me të shtirë, pse? E pse me komplikim? E pse me refuzim, pse? U është arsye. O në ka njësën në Kur'anin e dikër. E kemi këtësu. Edhe këtu ka i kërëme për neve të nëzëm, që Allah u flenë për lesime. Allah e këni e pa, gordë që nga dash me mësu me të zotë Kur'an të mësë në vojë. Lidhe me në beshtë të vojë. Ka kjo fëlla, të qenë të fmi në moshtë hershma, 2 fjallë arabeshtë të vjetin, hafez i Kur'anit. Qyshëm se kënë të plimë, o në ka njësëm në Kur'an, dhe Allah e ka në letësu, përfitoni nga letësin, jam mësën i Kur'an. E letësën i Kur'an, e dëgjoni i Kur'an, e dëgjoni kuptimin e Kur'anit, e prezentoni ku spjegohet Kur'ani, nga se e këna lesu sot shumë kuptimin e ti. Nesër bëhet i komplikuar shumë. Nesër bëhet i komplikuar shumë. Shkoni sa është sot në vëzë, e letë me kuptu, është Muhammed e zënë dhe muar latët. Shumë është të tjirë, shumë është të tjirë. Me ajet të Kur'anit. Kone komplikuar, pas të i varë për të pyjtët, kur në vedët ha, jo qysh, s'to kuptaj, s'ke dash me kuptu. Letër kur me kuptu, shumë letër kur, ma dhe shumë letër kur me kry këtë punë. Dhe Allah që janë kërën ka të njerëzve, tjekni të letër Allah, tjekni të letër. Juridu Allah o bikumul Jusuf, wala juridu bikumul Usuf. Allah për dhe mje u lesu, rruga është e gjatë, ka probleme. Ka sikleti që atë rëktime, po du me rëzu që letë ketë mi kalu, letë jetët me kalu. Me kuptim tërë, qëtë së të më kalu të letë. Me më pështit me Allahu që një vala, me shmes në shumë tjerën, me sabër, kavaj i kaluar. Mirë po, pse e, përshë sa të petë asit, po pse e komplikon situatë? Ate Allahu që të latë, a të në varë me pas letë, shumë letë. Po me e Kur'anin. Letë që me pasë, letë dhe gjykimit, letë dhe në gjenet. Po, nëse refuzat, krejtë si kohë, gjithë s'ka të rësua. Pase Allah tha, këtë dhe betë adën të kejtë të kërna adhabi o nuk. Edhe ati, popli i nuit refuzuan, po si është që është e refuzitit të argumentëve të Allah të varë këtë të anë. Si është kjo përgjërse, të nashëm, frikshëm. Dhe shto që Allah për me në adi dhe mudi nga s'kanë qenë popullit maj, dhe kanë qenë afka rapë. Ata kanë dëgju për, dhe më thonë, kanë dëgju ata për shkatë këme tyre. Në ka përmarë që, argumentet. Populli i Hudit alisën, populli i Hudit alisën, adi kanë qenë të njërë për fuqinë tyre. Kanë qenë shumë fuqishëm, kanë qenë maj. Kanë dërtu, kanë dërtu në dërtiga të mëdha në kodër, pjeshtë, e kanë qabu jeshtë, kanë këdhen kurin, shkëmbet, shumë nga shumë që shmo. Mirë bëj ka kapë me të qimë, men e shetë dhe minë në kuva, ko shumë është me i fosë në në. Allah tha, thuju Allah po me i fosë që. Kanë fosuar kutin u talar, edhe në ma që nuk e pranuar, e Allah tha, men që në fosuar, që kanë bërë këta? Shkrejtë e bërë në dhe Kur'ani e këmë thonë gjithmonë.
flet gjithë nga një e përsi. Në lartë granët. Edhe kur flet për arrogantët, e mizurët, e flet për refusuesit, për ministruesit, që u talë me pejgamber të Allah të shërë, gjithë më ishe që ata jenë ata të ligë, jenë ata të tullë, në Korani është. Shiko do që ka vëmë për shkatërimin e popullit të undit. Populli fuqishëm, shtatë gjatë, si kurse pa i përshku në si kurse me konë trup i palmës, të maj, të fuqishëm nga ditje. Me qka i ka shkatëru o bahu zë? Kjo është në vëzën mentaliteti i fuqisë, që njeriut ja arsja e refusimin. Pse jam i fortë, kam të drejtën e tash, mos më kam të vërtetën. Nuk është një çështje të kontestimi të vërtetës si e vërtetë, por të arroganca që ja ka dhënë forca me akuzë vërtetën. Unë jam i fortë, te për balzonu. S'to duhem pra mentaliteti i fuqisë. Mentaliteti ku forca e njeriu apo përcakton të vërtetën. Jo e kundërta. Pse jam i fortë, që kjo është e vërteta. Po s'përpua, thëtë Allah, s'ka me e këllë, s'pe i shpunë, apo thënë në, si kur se forë. Ndaj, Allah që në ura të reganë se këj mentalitet në ka kushtu srajt. Me shka i ka shkëtru Allah, vazë gjë. Allah tha, inna arsalna alejhim riha sarsara fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jaz nakhli munqair. Allah tha, ne aty ju dërguam ka njerëz të baj, fuqishëm. Allah tha, ja u dërguam era. Erë që s'duket, fryt! Po që era fuqishme, era fuqishme. Qëfar era i ka u Allahu që të gjërlu poplit të ligujnë, poplit të utit, alayhi sallam. Allah tha, rihe salsala. Një erë që është salsala. Që ka o salsala? I ka të kuptime. Një erë e racan, e ftaftë. Erë që vjen nga përëndimi negativ në rebek, e ftaftë. Ngri. Salsala dhe e fuqishme dhe e shumshme. Në jo ka shumë shtëpit i rale e parëna. Që thë, që kanë dhe kanë përtuar me edu, Allah më të marim për i ka shku. Sa që të vëzër, në komente e Koranin, se Allah u gjendë e përmen, të thonë zi të qështë e kuptohet, se ata për të mbrojt nga Irak, të në përnëm për të mbrojt nga Irak, kanë grupa në dhejmë. I kanë fut këmë të tyre, është të dhejmë, kejtë kom dhe një shokë një, apo, i jom këmë dhe, që më së mujtë, era mi fryjo. Allahu të zi unë nësë, një kemi shku krejt bjellajt, një kemi shku. I ka qëko po më gjendorën qje, i ka fërfullisë i ram, e pastaj ka përplos me kokë përfullin, si kurse qje po kërmilë, dhe ke po kokën e po push, e kom të ikonata. Qa është të ke enno, Allah u tha, e dukëshin si kurse, të me thonë, një tronkë palme i përmysër. Më kanë qenë në kokë pushën, të do në ujë që fanë të një, e ka frejt tjera me të të tëra. Sa që s'kam betë të nuk që post-konstrukti, i ka shkatu dhe nga gjithë anët. Post-konstrukt, si kurse, kur trungu i palme s'do në të mësohen, a i duke që është konstrukt, po pas e ardhek, bin, ato në fiket e ti, që është të ga që i këta. Fi jau mi dasin, mustegër, në një ditë zezë të të. Kë nuk është, në kundërshtet në do që ka më prejnë, mos e shoni kohën, ditën, juj, për ta ka qenë, se për nuk ka qenë ditë mirë, nuk i ka pështu kjo hudë, e se ka pështu kam. Mirë po, për ta ka qenë ditë e zezë. Nëse, të ndërvozën, dita me e zezë të njëri të është, kur Allah më qenë bërë dhe në njërë. Dita me e zezë e njëri të është, kur e kuptojnë që s'ka rritë me e shëtsu mundësi të këtë faljes dhe ka s'ka po falë. Dita me e zezë. Sigur se dita me e barë, me e mirë, me e nëreshme, e dhe një të është, atë ditë kur e mërë të përësime se Allah e ka falë dhe është limit tjerë që njëti. Të nërëzër, Allah e ka në shëtru, ka fri erë, një janë të lotë, e fuqishme, e furishme, me zëtët mërshëm,
I ka shkruan nga toka, i ka përplas prapë tokë. Thosh, pse? Pse më në lepshë këtë këtë? Ka ma e vonë. Hudin të keni besu, i ke njërë të hudin. Qka ka në njëri për juve, kur qa? Ka qenë shumë e fleshtë. Mirë, për nuk ka ndarë në tjeshtë. Dhe i mentaliteti i forcës, që ne i dalim për para edhe edhes, Allahu jo ka të lëvu se ajo është me i forcë Allah. Andë Allah thotë e kitë ka në adhan i vanë në thonë. Se është të benkimja. Dhe se është refuzim dhe për iljestrimi i shenjave të Allah dhe pejgamberët Allah të azogjen. I të mërshëm ishte. Ishte i fështira. Ka është pyetje që të se ka përgjigje. Andë Allah thotë, pra, wala ka jestërder Koranin i dhikan, fahaj në të kjo. Ne e kemi lecu Koranin për lecim, me kuptim, me studim, me që të ake. A ka kur që të, a ka kur që një të, a ka kur që një për në mërsi. Për të më të ndërë. Adhe, shiko Allah u gjatë dhe, po të rëgonë se letë ka qje, o kërë ishte mekës, ka dhe e keni shonë, mos të ndjek të rrugër që është bje në vërtërsi e të lashe e mëllima. Pas e Allah u gjatë dhe është kapë. Edhe për pas e Allah ka përbenë poplën e فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال بالسعور. E kam përmen se kanë thonë që shko mundësi krejt njëre të këta burra këto, të këtë meqën, një njëri në këto që kam përmen. Një njëri në këto. E beshurën, një njëri në këto. E ullë të e dhikru ali, e qysh në kejtë të prezent, të më të burra, me në me herën me krejtë, këti i zbriti shponë. Mentaliteti i qkave të mëllët, i kontesimit të përsirjes dhe i e përsis personale bëj basë në pasuris autoritetit. Dhe dhe kërështë në këto në shuje, ka thonë, nëse në shtash në pas pejgamber, i shtash në konë e pëgjeni, jo përmi, edhe i sësë, e pëgjeni, pasurin pa, tjanë pa, autoritet, të kjemë. Veç edhe pejgamberët dhe mongë nga mos. A kështë ka kuqë? E kuptën në të letën. E kuptën të letën. E që kjo në të letën, kur njeri t'i jevë të vrejtën e ti, me nënqmu dike, me përpus dike, me kontestu arritje dikut, aftësi dikut, mi bazën e prejavës e ti, gjyrës e ti, i quës e ti, një kështë të ratë, që shumë të përsaptuse, është të regua se që me dhe të kam e që u shkallë që njërë. Në Allah përmeni se ta, kanë thonë që nëse da, këtë dhe me të themunit binudër, po të themunit, kjo është po të themunit. Po të dhe sa kjo të lejsa. Këta thënë, ato këta ura, për që Allah së lejë. E që ka thonë, pastaj, nëse ne pasën këtë njëri që shtu, në tëmë këta ura, për të prime konë në kalëqin, ka në atë të vjojnë. Të më e jojnë që fasë në atjeni, ne, përse, kjo për të me në të vijë. Në me dhe vijë së të vijë e lësën. E pa, ashtë me të 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 e përmjësë kumtimeve. E përmjësë kumtimeve. Idhutaris, në shtrimi të idhujve, shturës morale, i thojnë besoj me udhëse. Thirët të sakirët alesot, për me adhunohë në një, me i longë për në të këshira, i thojnë dhe menat. Që është mentaliteti përmbysë kuptimeve që të rësojisë? Kur alështë përmbysë kuptimeve, dhe më thonë, alështë përdorët si argument për të refuzu kuptimet e duha. Nga se nuk kam nësi me sirë argumente që përmbysë argumentet, po përmbysin tash emërtime në argumenteve, që duke dhënë emra tjerë ndryshëm, të arshëtojnë refuzimin e argumentit të shpallës dhe pasimit të mendimeve dhe kuptimeve të tyre. Që kështë e sa punë dhe seriutesi? E tha, na me një këty, në të bjërë, në shkuja mrapa, e këta shumë të zumë, shumë përparimitarë, shumë kaneci, ka arë për njëri. O mentalitet që edhe sot është aktiv.
Edhe së dhe shtakësim. Bele që kanë thonë, që ka një sojë më konë këta të mund të bastën në prendimit e tyre. Ka thonë, e ullë të jedikru alehmi në bejnina. Këti i gërë, shpallë nga këtu. Atë veç të përgjërë, bënë hua këtë nama me shkilë. Është një gënje shtohë, edhe qëta është e shkilë. E shkilë, e ka kuptimin këtu, një mashtruas që në emën të fesë po do me në amor për shtetin. Do me thonë, nësë kina problem në besim. Nësë kina problem. Ama ti që kja me këtë besim, në ti po dhe me mo, që më dhe më dhej? Ti në e kërë po një islam politik. Salihu e shumë, ka po islam politik. E këta e konë shumë, të mon, lërpamës e kanë diktu me herën. Edhe kanë etu që kjo, së badë me njëkë se kjo njeri, në mon, si ka qëllimet e qartë. E mirë, qëfar besim ju për shnatë të qëllet? Kjo ka thonë mos, për shumë, nuk banë një me përës të nësë me bësë. Nuk banë këto adhën këllu, ka përzi në detajt e jetës. Ja, nësë të e kështu, e qështë dënë ju të ka? Jo të menqëri. Qështë verje? Në ndojmë me përnu që Allah është një. Qështu? Ma saj, qështë të ndre njëri Allah në Zotin, që ka i kënej te kështë në mallu? Njëri është i tjerë mallu në qështë të. Unë e përshamë nëse dikush, në mas të kam meditim, dalim që i sy, edhe meditoj. Ti fatë që qemi, dikush përshamë hynë në malë, dikush në të në bazar, qështu? Qëtë kush e ka, pëse më përzihen jam? Mentaliteti që kufizim dhe eventuetit të shpollës. S'pan me dojnë për gjemnisë, s'pan me këtë tema këllon përgjishë, të s'pan të përgjishë, s'pan. Nëse këna problem shpollë, nësot, në nga sojnë, në besimtar, ama ti që shpëna, si me bërë me dime nga problem. Që shtot ka thonë ta, në përsalve. Andaj, ty duhet me të rëmëzu, ty, dhe përshkarë për detës, da nga sojnë, në nga rëmëzu dhe detës. Po e këna e du që ti e ki, me në e marë, këtu më nëtë. E Allah o tha, se ja le në kaden meni të kënda për eshin. Nesër kejtë të kurtu, pra kush që nga benjeshtari edhe në përfitusin. Kush ka pas filile tu, kush ka pas kalkulime personale, e kush ka shlisin qa. Keni në marë është kaden. Nesër është dhe dënja, kaloj sistemet, kaloj se kada. Ishe dënjës, fonde parullat goja, dhe të një që shpak, gëngja me i aralimet e tjene. E në mojke dirëse, në mojke këshillat muaj për patriotizëm, për këshillat ra. E dull, e i bërë zëtë i orë rëzë njërë. Para ahireta. E nesëm, që e se jenë kuptu, sa ka qenë islam dhe në qyra, pa në qyra, të më thonë ka qenë në liberal, keni me kuptu krejta. E se jale më në vetën, që që njeri me tonë, sonë të s'po moj. Nëse kemi ka pak qështë, ne e së nërën të gjatë batës për qurë, no. E kushen? Që kom në ngu, kumë tërë. Normal në kështë të jetë për posë në emergjensë. E kur vëllë thëtë se janë e këdo në kaden, ne e sërë ju kërë në pa përra. Kush ka orë në bashkësu e kush ka qënë si qenë. Kjo është të fëqishë në vëllë. Ashtë e Allah o gjallë që ka ta. Inna musilun në ka ti filmine të njonë, praf të ati bu stopit, ne o në tërgojmë të ashtimina, e ka kërku një deve me tonë nga mërë. Do një deve nga mërë, s'besu. Kjo është mentalitet që s'fa mërë, mentalitet që kërkën arsye për refuzim, e jo arsye për planim. Të lamë për likur për shamu, do me vërë me tje, po tush me arsye, hajtë pro bëndëm që të lëtë, dhe të s'kërën e vërmejt, e të dhejtë. Edhe të kush kur mentalitetin e jatët, që e arsye për refuzim, të veç, kush i ka shumë? Dëllën, deve du, e Allah tha, falë të te për usë të bërnu. Për të qëllë gjenë dhe të mine dhe më sapër, kje e po që më mi që jeta, po për dhe i salimë. Allah tha, më dhe më piku, edhe në ngoj, e në bërë tisme të pejna, kullu shimë dhe më ftadar, ujnë që kam pje, ka pas të bërim të ujnë, Allah ka thonë, është i ndonë përse ujë. Një ditë për deveja, e një ditë e ndonë ju me zveti me familja.
ose për një familje, në njësë shkallë. E atë që s'ka pi uj, po ka pi devja, që ka kanë pi ata? E kanë pi qumsh në devës. Në kanë përvetu ata kanë përvetu. Mirë po, arroganca, të pozër, nuk kanë mujt me të balu, që në mes të kële, qëto ditë të ashojnë argumentin e Allah që i kodet, qëto ditë, që ka këmë mu, që ka? Andaj njerëzit të nërru vëzër, që kanë pride për refusim. Krasë refusimin, ata tentojnë me byll edhe burimin që realisht e refusojnë. Për shkak se burimi, qoftë njëri, qoftë projekt, në që ka në qoftë, është gjithmonë nga smuas i vëmenis, nga smuas i ndërgjegjës. Ata sa e ka është të devja, kërë në po devën e nove, kërë e ka këtu pikja nga dëmë, gjithmonë ndërgjegje, bëndën, pesani mëre, pas refusati. Atë në shka në mu, duhet këtë argument me i, mos me boj heq, heq mos me boj. Ka se njerës më në vëzër, që e dëgjojnë e zonë, e nuk janë nga që kejnë për të liqë, e zonë u atërazon tërgjeqën që dëvet. U atërazon tërgjeqën, u atërazon në të shpërim. Që dhe, atin që kejnë të përfuzu, e që po, të e më pëtjet në rëndë shpeqin, i din ata që refusojnë. Ose për shamë me po, motër me shaminja ose, jetë të që forin, jam pëngjes, nuk ojë se në refuzim. Po pasaj refuzimi, kështë duhet të dhe në, bezdisja është qëtësit përkushëm se s'po më lërë hatë, s'po më lërë hatë me në refuzimin të. Andaj, që ka tha Allah në të gjithë? Fëtënadëu, tha Allah në fënadëu sahiba. E tharë një matë madhe për të që ka pasi, tha, ti ko gjabu një ko, e 3.000 jetëri, ta bo, a da kërë këtë punë. Që është e ku? Tha dhe devan. Fëtëata fëatan. Allah tha, e ju bëndë atyre, edhe me këllali edhe një delë. Sa njësën të dhe dhe ka përë qafë me shtë fjallë. Po, ti, jetrimi, ti ju kunëzeme, ti kështë në të nërë të rrahë, rasjëve, apo droga, rrubët e shqinja. Osë në, ti më ngu, babën e ki kështu, nënë e ki kështu të jam. Gjithmonë me, në odë në tendencë të tjazore, për me e fuqisur e fësimin e. E këti i tha që shëtë. Për që ka ndodhe? Me që e rajta, deva, dhe testet dhe mbyll argumentin, Allahu që dora i shkatër të gjithë. Për kejfe kanë e dhabi, o në dhurë. Shikoni si nështë, e njimi Allah dhe refuzimin të një që ka ndodhe? Allahu tha, inna mësër në adim sajhatan wahida, fa kanë ke heshimin muhtadir. Aty në dërguam një zë të frikshëm, prit. Parëvën të lëzën që fa prit me ka qenë më plave dhe që i ka të meru. Allah ka rëbër që në mund janë shpogë në zemë dhe të brejnë në tuvit ka frika në prit, Allah në, aty i ka thënë di me lekë, me bërtiti. Fëshkinë Allah që të arë, ursone e kontestërën. E po shikoni si i ka dëshma Allahu gjendje të hynë, pas këti zora. Dhe të Allahu gjendë në vana, fëkanu ke heshimin muhtadhër. Qëka është heshim e muhtadhër? Të vëllë, ku njëri që ka bakti, ka delje, ka dhi, ja u bani farlej, apo një farlej të mëhon, garashtë, farlej të mëhon, veni, u ata kanë me hongën. Pasaj hudhën të gjithë, apo është gjithë një pojnë copa. E Allah tha, si mu se gjithë që pojnë copa e grinë. Të shkegëra, në gjuara, para koma e dhisës për të shkegë, koma e delës për të shkegë, apo në qmime, së është e është qikë, asë të këtë që ka qikë një mësët në vitarë, është komplet qështje, në mund që i përnë për shkegë kogëshme. Allah tha, më shkatruar, që në fund, s'ju metë, për këthej kuptimisht, apo? Një këmet qire i nësonë. I dërruar, i coptuar, copë e grinë. Po të nësën në vështrejt, Allah ka që vëmën më të ahë, dajtë në këto shkatrime. Këto qëse që lojnë ka përmanë, që shpërfaqit mentalitet e arrogancës, mentalitetin e supremacisë,
në të ditë e përsis, në të ditën e forcës, në të ditën e materialisë dhe tjera. Njerëzit për kushtajnë. Njerëzit për kushtajnë. Andaj, na morë pëse që kjo në ashtë të fliket dhe Allah, madimit dhe Allah të bari kutala dhe parullit dhe ti, dhe marrin me seriositet, të gjitha këtë kësimeve që i ka përmenë Allah në në kamerë, nëse nuk janë në filme, nuk janë qarje që të banë anti për cilën si histori, por e mësime dhe mësime që e shënçmen deri ditën e gjykimit të. Andaj Allah pasaj pa, o në zëndjesë dhe në Kur'an e lidhime. Fëllë një mund të kjo, rapëthirja, këthemi në Kur'an, lehtësën e jetë lingoj në Kur'an, lehtësën e përparimin, dërtimin e në Kur'an, lehtësën e jetë në Kur'an, lehtësën një Kur'an, mësën një Kur'an, dëgjën një Kur'an. Nëse në te Allah ka lezu, nëse që ka një këta, si e refuzon. Dhe pasaj Allah përmërë dhe dhe mëron po në lutë të lejsëra, si ata refuzuan edhe faraonin, por dhe të klasë për ta dhe të kipash me që kemi kalu kohë në këtë test, në podu dhe institucion, mirë po dhe të vazhdim i sholat për trajtimet edhe për këto dy njëre të rëndësishme, si ka shkatru Allah pasë qëtë, dhe pastaj si është këthy ligjelimi drejt korejshtë që Allah e thotë mërdi pëse atyre dhe gjithë tjerë nga këtë dënyrë hipnore për të hakma më shkak të refusime, për njështimit e talja si dhe argumentet të nëzikët Allah të palet. Allah në ozohë në rrugë veda, mësë gjelëm, Allah në nga rednimi ti, Allah në nga dërimi ti, Allah në mësë që të arim i knasinë Allah dhe shpëllime e ti, e përshimet e gabimet, Allah në ahvat në mërësot. E ka që përson, kësot Allah, Muhammed Bakar Ali, Mustafa 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 Mustafa